Dashi, sot mund të ndihesh pak i tensionuar në marrëdhëniet personale, por përpiqu të komunikosh hapur dhe të dëgjosh me kujdes. Në punë mund të hasësh sfida që kërkojnë zgjidhje kreative. Mos u shqetëso, sepse do të gjesh një mënyrë për t'i kapërcyer. Në aspektin financiar, qëndro i kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme. Ruaj ekuilibrin në buxhetin tënd për të shmangur surprizat e pakëndshme. Gjendja emocionale mund të jetë e paqëndrueshme, prandaj merr kohë për të relaksuar dhe për të bërë gjëra që të sjellin kënaqësi. Një ecje në natyrë ose një bisedë me një mik të ngushtë mund të bëjë mrekulli për humorin tënd. Kujdesu për veten dhe mos e tepër me stresin e përditshëm. Demi, sot mund të ndihesh më i qetë dhe i përqendruar në rutinën e përditshme. Në aspektin e dashurisë, është koha e duhur për të diskutuar çështje të rëndësishme me partnerin. Mos hezito të shprehësh ndjenjat dhe mendimet e tua. Në punë mund të përballesh me disa detyra të reja që kërkojnë vëmendje dhe përkushtim. Qëndro i organizuar dhe mos lejo që presioni të të ndikojë. Financiarisht, situata duket e qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Është momenti për të bërë një plan të mirë menaxhimi. Nëse ndihesh i lodhur emocionalisht, gjej kohë për veten dhe relaksohu. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet i lehtë mund të ndihmojë në rifreskimin e mendjes. Binjakët, sot mund të ndihesh disi i shpërqendruar në punë. Ndërsa përpiqesh të përqendrohesh, përpiqu të shmangësh vendimet e mëdha. Një bisedë me një koleg mund të të ndihmojë të qartësohesh. Në dashuri, një moment i veçantë mund të të afrohet me partnerin duke forcuar lidhjen tuaj. Beqarët mund të përballen me një njohje të re që do t'i intrigojë. Financat janë stabil, por është e mençur të bësh kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Emocionalisht mund të ndihesh paksa i lodhur. Ndaj, kushto pak kohë vetes për relaksim. Një shëtitje e shkurtër ose një libër i mirë mund të bëjnë mrekulli për humorin tënd. Kujdesu për veten dhe mos e tepro me angazhimet. Daforia. Dita nis me një ndjenjë të brendshme e qetësie që do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e përditshme. Në punë, përqendrohuni në detyrat që kërkojnë vëmendje të hollësishme. Ndonjë ndryshim i papritur mund t'ju çorientojë, por mbani qetësinë dhe gjithçka do të shkojë mirë. Në aspektin e dashurisë, komunikimi i hapur me partnerin do të jetë kyç për të zgjidhur ndonjë keqkuptim të vogël. Financat tuaja janë në një gjendje të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Përpiquni të mos lejoni që ndjenjat e pasigurta t'ju pushtojnë. Meditimi ose një shëtitje e shkurtër mund të jetë shumë ndihmuese. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të bëni diçka që ju gëzon. Luani. Sot mund të ndihesh i motivuar për të marrë vendime të rëndësishme në punë. Mund të hasësh disa sfida, por mos u dekurajo. Mbaj një qëndrim pozitiv dhe do të zbulosh se zgjidhja është më afër nga sa mendon. Në aspektin e dashurisë, është momenti i duhur për të folur hapur me partnerin për ndjenjat dhe pritshmëritë. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht do të ndihesh i qetë dhe i ekuilibruar. Kushto pak kohë vetes për të reflektuar dhe për të çelëtur mendjen. Kujdesu për shëndetin mendor dhe fizik. Virgjëresha. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në komunikim, sidomos në aspektin profesional. Mund të ndiheni të mbingarkuar me detyra dhe është e rëndësishme të organizoheni mirë për të shmangur stresin. Në marrëdhëniet personale, përpiquni të jeni të durueshëm dhe të dëgjoni partnerin tuaj. Kjo do të ndihmojë në përmirësimin e lidhjes suaj. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Sot është dita e duhur për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe për të bërë plane konkrete. Kujdesuni për shëndetin emocional duke bërë një shëtitje ose duke kaluar kohë në natyrë. Marrja e një pauze do t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë tuaj. Dëshorja. Sot mund të ndihesh i motivuar për të bërë ndryshime në jetën personale. Në dashuri, është momenti i duhur për të sqaruar keqkuptimet e vogla që mund të kenë ndodhur kohët e fundit. Në punë, një projekt i ri mund të ngarkojë me përgjegjësi shtesë, por mos u shqetëso, pasi do të arrish t'i menaxhosh me sukses. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Energjia pozitive që ndjen sot do të ndihmojë të përballosh sfidat me qetësi. Mos harro të marrësh kohë për veten dhe të relaksohesh në mbrëmje. Një shëtitje e shkurtër ose një moment reflektimi mund të ndihmojë të rifitosh balancën emocionale. Akrepi. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Nëse ke një partner, një bisedë e hapur mund të sjellë afrinë dhe mirëkuptim të ri. Në punë, përqendrohuni në detajet dhe mos lini asgjë t'ju shpëtojë nga dora.
Një mundësi e re mund të shfaqet, por bëni kujdes që të mos merrni vendime të nxituara. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë. Është koha të rishikoni buxhetin dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, por një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues do të ndihmojë për të rifituar ekuilibrin. Bëni kujdes me shëndetin dhe mos e neglizhoni pushimin. Shigjetari. Dita e sotme sjell mundësi të reja në punë dhe është koha ideale për të marrë iniciativa. Mund të ndjeheni të motivuar për të përfunduar projekte të nisura prej kohësh. Në dashuri, atmosfera është e këndshme, por mos harroni të dëgjoni partnerin tuaj. Kujdesuni për detajet e vogla që shpesh lihen pas dore. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i mirë do t'ju ndihmojë të mbani ekuilibrin e duhur. Emocionalisht, ndjeni të qetë dhe të sigurt në vetvete. Kjo do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e ditës me lehtësi. Një shëtitje e shkurtër në natyrë do të ishte e dobishme për të rifreskuar mendjen dhe trupin. Britsjapi. Sot do të ndihesh më energjik dhe i përqendruar në punë. Mund të përballesh me një sfidë të re që do të kërkojë vëmendje dhe aftësi organizative. Mos e neglizho bashkëpunimin me kolegët, pasi mund të sjellë përfitime të mëdha. Në aspektin financiar, është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane të reja për të ardhmen. Në dashuri, përpiqu të kalosh më shumë kohë me partnerin duke dëgjuar nevojat e tij. Beqarët mund të përjetojnë një takim interesant. Ndërsa emocionet mund të jenë disi të luhatshme, është e rëndësishme të ruash qetësinë dhe t'i japësh vetes kohë për reflektim. Përcakto prioritetet dhe ndjeki me vendosmëri. Ujori. Sot mund të ndihesh paksa i ngarkuar me angazhime në punë. Përqendrohu në përfundimin e detyrave më urgjente dhe mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët. Në aspektin financiar, është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Një planifikim më i mirë i buxhetit do të të ndihmojë të ndihesh më i qetë. Në marrëdhëniet personale mund të ketë disa keqkuptime. Komunikimi i hapur dhe i sinqert është çelësi për t'i zgjidhur ato. Kujdesu për mirëqenien emocionale duke gjetur kohë për relaksim dhe aktivitete që të sjellin kënaqësi. Një shëtitje e shkurtër ose meditimi mund të bëjnë mrekulli për humorin tënd. Mos harro të kujdesesh për veten dhe të qëndrosh pozitiv. Peshqit. Sot mund të ndihesh paksa i ngarkuar emocionalisht, ndaj është e rëndësishme të gjesh kohë për të reflektuar dhe për t'u qetësuar. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë komunikim të hapur për të shmangur keqkuptimet. Nëse je në një lidhje, përpiqu të dëgjosh partnerin dhe të shprehësh ndjenjat me sinqeritet. Në punë mund të hasësh në disa sfida, por qëndrimi pozitiv do të të ndihmojë të kapërcesh çdo pengesë. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Fokuso energjinë në projekte që të sjellin kënaqësi personale. Kujdesu për veten dhe mos harro të marrësh pak kohë për relaksim. Një shëtitje në natyrë mund të jetë e dobishme për mendjen dhe trupin tënd.